Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, Zoti i Gjithësisë ka pruar agjërimin si një nga adhurimet e veçanta për të edukuar besimtarin. Pa diskutim që njeriu jashtë agjërimit mund të ketë krijuar vese dhe probleme apo gjunafe të caktuara. Pikërisht vjen agjërimi për t'i thënë besimtarit stop. Nëse ti agjëron, duhet të kesh parasysh sjelljen tënde. Pejgamberi alayhis salam thot në një hadith: agjërimi është mbrojtje. Ai i cili agjëron, le ta lërë fjalën e keqe, fjalën banale, dhe le ta lërë grindjen. Nëse je agjërueshëm dhe dikush të gacmon apo të sulmon, thuaj 2 herë jam agjërueshëm. Pra pejgamberi alayhis salam mëson besimtarin se si gjatë Ramazanit të largohet nga gjithë punët e këqija. Agjërimi është pikërisht një shkollë e mirë për t'i mësuar besimtarit 30 ditë rresht se si të largohet nga puna e keqe. Në të kundërt nuk pranohet kjo adhurim. Në të kundërt nuk pranohet sakrifica gjithë ditën apo 30 ditë duke lënë ushqimin dhe pijen, dhe në fund fare nuk pranohet sepse s'ke lënë mëkatin apo punën e keqe. Pejgamberi sa më thot, ai i cili nuk ka lënë fjalën e keqe dhe punën me të, nuk ka nevojë Zoti i Gjithësisë që të lejë ushqimin dhe pijen e tij. Njëkohësisht pejgamberi sa më thot, ka për atyre që agjërojnë, që nuk marrin shpërblim vetëm se etjen dhe urinë e tyre. Pra për treguar që nëse nuk lëm punën e keqe, i nderuar vëlla dhe motër, asnjëherë s'ka të pranuar agjërimi. Prandaj mundohu të rregullosh veten tënde. Mundohu të rregullosh sjelljen tënde, që mas agjërimit tënd 30 ditë të jesh një njeri më i mirë, duke hekur një ves, një gabim dhe një problem gjatë jetës tënde, për të qenë njeri më i pranueshëm tek Zoti dhe më i mirë tek njerëzit. Zoti na pranoft agjërimin. Zoti na bëj për atyre njerëzve që rregullojnë veten tonë dhe ta marrim agjërimin dhe Ramazanin si një shkollë e mirë për gjithë ne. Zoti ju shpërblet.